se kush është bllokuesi dhe kujt i mungon vullneti politik për të bërë bllokimin e institucioneve të Republikës së Kosovës. Kur nuk ke numrat, si rasti i lëvizjes vetëvendosje, nuk mund të diktosh të tjerëve mënyrën për zhbllokimin e institucioneve të Republikës së Kosovës. Ju e dini, Lidhja Demokratike e Kosovës ka shprehur vullnetin politik dhe të tanime ka në tavolinë një propozim të qartë për një qeveri gjithëpërfshirëse të tranzicionit, e cila kish me zhblloku situatën komplet dhe kish me rezultu në konstituimin e institucioneve, duke filluar prej Kuvendit të Republikës së Kosovës, po edhe formimin e një qeverie e cila do të kishte agjendë të qartë, qëllime të qarta dhe një afat të caktuar kohor. Edhe një Jo, nuk kemi marrë, siç e pat kemi dëgjuar dhe kemi lexuar deklaratat e deputetëve të ndryshëm, mirë po presim përgjigje zyrtare nga liderët e partive politike se cila është përgjigjja e tyre. Unë konsideroj, ne në fakt besojmë si parti politike që kjo është për momentin e vetmja zgjidhje për zhblloku institucionet dhe për të bërë konstituimin edhe të kuvendit edhe të qeverisë dhe për të marrë me të vërtet me problemet të qytetarëve, sepse qytetarët nuk e kanë luksin. Ju e dini, ka shumë probleme,